Përshëndetje të dashur miq, prej kësaj pamje të bukur, prej meje dhe prej Valerianës, që kjo lulje pas ka emrin Valerian, e që në Kosovë ka kogja shumë Valeriana emrat të vajzave. Jemi në fshatin Babosh. E në fshatin Babosh këtë sere, me shumë bukuri, e kultivon zonja Sylbie Sahiti, e cila jo veç i kultivon këtë lule, po mandej prej këtyne luleve e nxjerr atë kushtimisht po thom nektarin edhe prodhon gjithçka në dobi të shëndetit tonë. Sylbie, faleminderit që na prite. Faleminderit juve për vizitën, me gjithë kënaqësi. A është gjithë e bukur pranvera që shtu në Babosh si këtë vit? Me të thënë drejtën, çdo herë pranvera dhe vera të hunër është me lule. Vetë se dimnit e kam për punimin, a vera të unën gjithëherë është me lloj shmëri të luleve. To janë bimë shëruse aromatike të cilat më shërbejnë shumë për çdo lloj problemi. Tu dhëm të në pak kur i këputa? Përbes, çdo bimë më dhimet, për mu është, si ko më ma këput në është një pjesë trupit se, po ju, me kënaqësi se kjo është... Ama shumë të bukra dhe po ta qef pak me imbajt afër vetës. Gjithsesi. Çka prodhon prej gjithë këtyre luleve? Lloje të ndryshme të çajrave, kombinim mjaltash, do me thonë ëmbëlsues me mjalta, çajrat, edhe krema, edhe disa pak vojra eterik, jo shumë, ama shumë çajra. Prej kësaj për shembull çka bën? Kjo është për stres, depresion, ankth, pagjumësi e tjerë, bashkëpunim me bimë tjera. S'ka ka konë rasti që kum këput, kur ja kum nis mja nuhat aromën, ja nisa mu disu nuk është të që lule këka. Edhe rozmarina, po? Rozmarina, kam këtu edhe lule akjen, bimë të cilat i kombinaj, melisën, lavand pak, e jemi të punu në për tuka të mjellë, shumë angazhim. Ke jetu jashtë, diku në shtetet botës, se kemi pasë edhe një intervjist tjetër vitin që shkoj, ka vjeshtë am duket. 7 vite në Gjermani kam punu. Ke punu me lule dhe atje? Po, me lule, dekorative, shëruse, aromatike. Ka tërë dhe ideja? Me të drejtën atje, ma herët, nona edhe na kemi punu shumë me bimë, edhe kemi pas eksperiment pak, po këtu në Kosovë s'mu ka dhonë mundësia ma herët para lufte ju, vetë se kur kam shku në Gjermani, atje mu ka dhonë shanca me punu në përbim shëruse aromatike dhe dekorative. E përmende ankthi, stresin, depresionin, çaj bën prej kësaj lule sa? Me lule mundet mu bo parfimi, për ndryshe rënja e saj është sani që nuk zavendësohet me asgjatë, të stresit, të depresionit, të mundimet e këqia janë shumë... Pihet me qaja, po më nëjsi qaj? Kjo përgatitet edhe bashkëpunim me bimë tjera, dhe me thonë edhe disa bimë tjera, e bëj qajin për stres, ankth, pagjumësi, epilepsi, migren, e gjana tjera. Një të si paketimit qajt me veti edhe më përshëndet me dhimbjet e kokës. A i shohim edhe bimë të tjera pak... Nga mi po dhe bimë tjera. Rasadi i bimëve tjera, po? Po, këto e në fidanet e bimëve tjera. Do me thonë, kalendula, dhe se kemi mjell një 3-4 fidane, kemi hala shumë. Kjo është fidanja e kalendulës, e cila është në kuhë, taman. A që shtu shkapët krejtë, a? Kjo është interesant. Kuha për mu mjell, dhe të thotë... E çka bën me kalendull? Kalendullin e përdorit të shumë gjana, e përdorit të lëkura, e përdorit të shumë gjana. Ka më thonë për krem? është për krema, është për shumë gjana, dhe të thotë krem, kjo është... Se interesant, këto plastikat për asad fidone, apo? Fidone. Shtem këkan. E kjo tjetra? Kjo është pelim jambël. E që është tash edhe pelim edhe jomël? E po tash i thujmë... Ja pelim, ja jomël, dy sane janë. E ka pelim jambël, Artemisia, kjo është bima qudibërse, kjo është edhe të kanceri, tumori, të miuma, të shumë gjona e përdori. Me qaja, të kalëzëna qka? Kombinime qajra, kombinime të bimve, deri në 15 loje, nështë ta i qesë për një problem, ose... A ke përdor që do të burjet, se burrin e ke pas smut me të mëra, po edhe... Pa tjetër e kum përdor edhe të shumë tjetër kusht, dhe me thonë, kjo është bima ma e kërkune.
edhe ma me vlerë, kjo është bima e cila ndihmon shumë. Unë e qes edhe të probleme hemoroideve, të luksit, të gjithkun. Amo pa i kombinu është e kot. Për veti, a pipin qëta qaja? Ta thom sinceritetin i pim, edhe për veti, edhe... Se këgja i ke bo do vjetë edhe 24-7 pa unal kur një të punu? Për besë nuk nalëm kur të punu. Asnjëherë nuk nalëm të punu. Po, falenderit Zotit, mirë është të jetë, mirë po ka... A ka më burri probleme diçka me shëndet? Asnjëherë. Apo vazhdo me pi qajat? I penda është ndërkohë, po sinqerisht nuk jo së shikapimet e lem, nuk ka problem, jemi shumë... Kalzëna diçka sinqerisht. A për janë gjina i herë ymrin të i thonë të kumë pështu, reort, mos u lasdrana i se? Jo se... Po bojna pak kajgare. Se gratë jënë të prirër, a ka një herë me nëzispresin burave mi javë gjetë një pikë dëpë, mi sëllë mu ka pak. Po veç se është... Dhe mu bo se bep, mi apështu jetën e punë madhe. Falenderit Zotit që është shumë njeri i qetë dhe është punëtor, punon kur pa ndërprej edhe i bashkë me mu, kështu që zonka nuk kemi shumë, jemi mësu me punu bashkë, se edhe me të drejtën shumë edhe thuhet që me një firmë dhe me një shtëpi me jetu, është problem burri dhe gruaja dët me një vend, punë kom punu edhe në Gjermani, kemi punu me një vend të bim këto, edhe sinqerisht, krejtjen befasu që shkena mujtë me përbalu, s'ka pas zënë. Pa me kultivu qajra, me bim antistres, tani nuk stresohesh, kur stresohesh nuk del pun. Normal, se këto bim... A më nërën tjetër me pas edhe një nuse që e bën gjithë këtë punë, edhe në këtë mosh, që është që kash e do bish me kash produktive, normal që si cili burë kish pas qef edhe nuk ja kish Po jemi dëtë falenderus në janë ndaj tjetërit. Jemi të dëtë falenderus. Merë një mësim gjeneratat e reja, merë një mësim. Nuk kemi probleme asnjëherë edhe bile shpesher mos të ceki se pastaj klientat edhe jo, shikust, po na marrin ka njerë shumë për të kesh çdo fjalë e bujnë të madhe, atëherë... Kush dën me një keq edhe me po keq, veç në të vazhdan. Kur Mia na thonë qifti lumtur. Alhamdulillah. Mia dhe shumë tjerë kur na shohin çdo herë të punue çdo herë, na thirrën edhe qifti lumtur se nuk kemi zonkat mëdha. Çdo herë dikush pa pas ndaj cikrim është e mëmujshme, po ju shumë. Alhamdulillah. A diqysh edhe vetë natyra e punës të bën më ndje mirë. Toka është ajo që ta jep një gjallëri. Mi po gjitha këtë lule, gjitha këtë pamje të bukur, normal që të krijen ndjesit mirë. E njeri kur njihet mirë, nuk është i gatshëm me pas konflikte me kërkan. E ata që indirekt që thërë shikusit, na i herë na ofendojnë, na i herë na shajnë, ata e kanë një energji negative të akumulu me mbrana vetës edhe e nxjerrën si përfaqe, për ndryshe nuk e kanë me neve. Kështu që në rregull jena. A shkojmë i shohim qajat edhe kremat? Se me të thënë drejtën unë për veti, kur hi këtu, muj me harru dhe nështë edhe me hangër ushqem edhe gjithë çka muj me harru, kur jam mesin e këtyne bimve, atëherë sinqerisht s'ka stres, s'ka gojle, s'ka gjonat, trona dhe nuk ka... Që kjo aloe vera, po? Kjo është aloe vera. Sa llojet aloe vera me i ki? 2 deri në 3 lloje, tash kam ma pak se i kum hjek, me të thonë drejtën se tu përpunun krima, gjonat, ndryshme. Apo është punë e lodhshme? Është e lodhshme, është, qysh me thonë, është e ngarkune se... E lyp pak me dakek që thojnë tesht. Lutem, kjo është punë shumë serioze. Kur punon njeri me shëndetin e njerëzve, atëherë është do të me konë shumë preciz edhe do të me konë shumë serios. Jo me gabu diçka ose diçka po... Ama Zoti i kalon bimt edhe prej bimve, sigurisht që ne kalon ilaçet, është edhe kompanitë farmaceutike prej bimve i prodhojnë barma. Falenderimi i takon Allahut për këto bimë. A shkojmë t'i shohim? Ka kriju për neve, po na veç do të me lyp. Do të me interesu, me lexu, me mësu se bimt janë gjithçka. Ani të shohim prej luleve, në teglat mjaltës, në qajra, edhe në kanoqet kremave. Po, pa tjetë. Vajra, qajra, gjithë shka. A kina i krem kështu që ti nol vjetë nuk të lenë mu plak të zjasëllbi se kina nis ka pak mu kompleksu kështu që ka cilësh po thojnë në menopauzë, janë nisë më të rrudhë ftyra, përdore ato, përdore këto, reklamat shumë ta. A kiti diçka që ashtu që na i ngrinë rrudhat? Besoj shumë që
e ke provu në ashtë ma herët, kremi për lëkur, ka vonë shumë sukses, ka vonë shumë efekt. Për fat keq, unë për vitit nuk e kum përdor qysh ma herët, se sinqerisht nështë i kishë stopue. Po, Me sa bime prodhon që të krem të si bje? deri tash 15 e 16 apo vjen. Edhe çka pa diçka tjetër, dy blete, Dy blete e shumë përbarje të ndryshme. që veç mirë i bojnë lëkurës. Sinqerisht, është shumë produkt i mirë. Lyhet 2 deri në 3 herë brenda ditës. Po. Do më thonë, sa të marrësh abdes. Për ftyrën është fenomenal, për durët, për majasel, për problemet të ndryshme të lëkurës, çka ka problem me lëkurë, është kë, edhe këta për hemoroide, do të thotë A tregojnë rezultat për hemoroide? sinqerisht, falënderimet kur nuk nalen, atëherë na, edhe pse kemi ka një herë në Facebook ose në TikTok, nashta dikush na ofendon e thot kështu ashtu, po klientat që më kënaqin për zemër që i kam, ata e quajnë njëri tjetrin. Ata tjerë që flasin është çështja tyre. E që ky kremi tjetër? Edhe ky hemoroide, edhe janë të gjitha janë dimore pa efekte anësore. Fundja kur gjës hub njëri nëse e provon. Absolut jo, kështu që unë përshah që po ka njerë që përshesin ndashta me 400 euro vjen ja merret për 4 krema, me 2-3 vjet të i thonë klientave garantoj 100%, kështu që në trup njeriut, të shneta e njeriut nuk ka garancion. Askush është e ndalueshme, besoj që edhe me legj, 100% mi thonë që të shëroj, sepse të trupi njeriut, të shneta e njeriut nuk ka garancion. Kështu, vetëm se e di që 99.9% kam falenderime edhe i kam klientat Zotit i falenderona. E qëta vajrat e gjasit vjen? Këta janë vajrat, njoni është për dhimbje, njoni është për tumor, kancer, mioma edhe problemet të ndryshme. Dhe të thotë, kjo është për dhimbje, në bashkëpunim me këta kreme. Kremi edhe kjo është për dhimbje, për ndryshe, që kë vaj. Dhimbje qoftë kokës, qoftë nyjeve, Pa morë parasysh ku ka dhimbje, këtu ndihmojnë në për muskuj, në për eshna, në për çdo kon, kanë dhënë shumë rezultat edhe për vena. E kjo? Bashkëpunim me çaj. Që kë, kë ka dhënë shumë sukses edhe të tensioni lartë. E zbret tensionin e lartë, me 5 pika në ujë, kjo është edhe 5 pika në ujë dhe pihet. Edhe pihet, është shumë i mirë për tension të lartë, për ndryshe është për dhimbje. Ky është tumori, miomat, kanceri, mëlçia e shumë problemet të ndryshme. A kina i rast që ka pas rezultat të miomat edhe të tumore? Për burrin për di që Disa, do me thonë, për një ditë, nështë vinë 3-4 vetë, që kanë po që ka pas sukses njoni, vjen tjetri, e që sot i kemë porosit me ka 10 shisha, që ka marrë për diabet edhe i ka ra diabetin 7.5. Cili është për diabet? E njëjtja? Jo, për diabet i kemi qajat këtu poshtë, edhe i kemi të fatë. Tash i kemi do të thotë të gjitha produktet do të janë edhe të thata se pijashtit vinë njerëz edhe kam kërkesë në çdo shtet botës mi çu. Kështu që malet e kanë tash mi marrë të thata. A është problem për me i çu jashtë shtetit? Me të drejtën posta deri tash nuk mi ka marrë se kam kërkesë të madhe, vetëm kur vjen personi personalisht i merr pa asnjë problem i çu. Kështu që me post, deri tash nuk kum pas sukses mi dërgu, vetëm se janë, do të thotë kërkesat janë të mëdhaja. Mjalt për cista. Po, kjo është për cista, mendova se mos është e imuniteti, se kem mjalt edhe për imunitet. Do të thotë E që kjo shka ju bën cistat? Cistat, do të thotë ujore, i hjek qaji edhe mjalta. 2 shisha qaj edhe 1 mjalt, i largon cistat ujore. E qka i bën? Qyshe bën qëtë mjalt? Qyshe maran? Po, këto janë gjithçka me bime, ndërme. Këto mjalta janë gjithçka me bime. Këto janë kombinune, do të thotë ombelsus bim që janë bim me ombelsus me mjalta. Këto shkojnë kështu. Qyshe prodhon? I blun bim? Normal edhe me vaj bimbe, edhe do të thotë vjen ekstraktet e bimbe këtu, edhe kombinim mjalt me
kombinime ekstrakte të bimbe. Bishtat qershisë. Po, bishtat qershisë. Çka duhen më rregullon që gjithë i kena huaj bishtat e qershisë janë mrekulli, është një produkt i cili kombinohet për veshka edhe për prostatë. Do thot unë i kombinoj. E tash qershurit, kur pjekën qershit, mos i hodhni bishtat, por uni thoni edhe për çka mi pi. Kush ka problem me blokazh prostatës, atëherë janë bishtat e qershisë, po unë i kam kombinimet e këtyne në këtë produktin këtu. Do të thot çaj për prostatë. Këtu janë 15 lloje bimsh që do të thot këtu kombinimi vjen me të gjitha këtu. Bile, këto ka edhe mustaqe e listri, kemi lloj bimsh kombinum. Këto janë 15 lloje bimsh. Që kemi bim nuk rritet këtu te na. Po, Kjo kaçja? Po, kaçja. Mulla egër, kemi lloj bimsh këto kombinime. E që kjo mjalt? Më lloje janë këto. Bë 17. Tumori, ajo është seti tumori. Dhe më tonë, kjo është seti tumori që shkojnë 2 mjalta, 1 çumë vete, 1 vaj edhe 2 shishe çaj. Këto shkojnë për 1 javë ditë me pa efektin që shpenin klienti vetë. Te imuniteti, te problemet e miomave, te problemi tumorit, te problemet e... Varet në çfarë faza është tumori, a mundet në cilën do fazë? Sinqerisht, me përdorin edhe në faza të rana, po efekti është kur e kanë në fillim. Kam raste shumë. A guxon me u pi edhe paralelisht për shembull me kimoterapinë ose diçka nëse? Parasysh gjatë. Se realisht është natyral efekt, nuk bindesh me. Nuk bindesh asnjëherë bind me kimoterapi. E çdo lulet bukura që janë të zja sylbia? Ky është barpezni i cili përdoret për shumë probleme të ndryshme. Edhe kanela? Kanela. Po. Apo prodhon edhe kanela? Jo. Kanelën e marr, e blej edhe e kombinoj me gjona të ndryshme të diabetit të shumë gjona. Vajin e rozmarinës nuk e pash kërkon kështu? Vajin e rozmarinës momentalisht nuk e kam, jam të e provu, vajin e lavandës. Apo mdo këta edhe uthull të mullës ke ba? Po, uthull të mullës kam. E që kjo krem? Shumë. Kjo është të dhimta, bashkë me këta krem. Se pash që është pak ndryshe paketimi, thash më shkallë të shka tjetër. Kjo është uthulla e mullës tegër, kam mjaft uthull të mullës tegër, se vjetë ka qenë shumë. Çmimet të zja sylbia i kitë arsyshme, se njerëzit po ankohen qka po dojnë me ble, shtrajt. Sinqerisht, kur po i ndëgjoj njerëzit të thonë, po gjonat e mia janë më të mira, janë më të shtrejta, për ata që janë më të mira, janë më të shtrejta. Ka një herë ndikohemi na për çmimet. Të po gjendjen tonë edhe unë nuk du me përfitu shumë për njerëzve të smur. Këto gjana nuk janë luks, këto gjana janë për njerëz që kanë nevojë. A më nërën tjetër edhe puna jote? Po, dohet më shpërbly, po aq sa ma ka marrë menja që as fitim të madh, po as dëmtim i palës. Për shembull, që kjo uthull çfarë çmimi ka? Këto uthllat e mullës nga 5 euro. Do të thotë 1 litër. Ose 1 litër është fiks. Edhe është tamam bio. Po, të zja sylbio në të falenderoj shumë. Për mu kesh shumë kënaqësi. Të zja sylbia nëse kemi na thonë diçka për fund, që të kamet pa e thonë. Unë vetëm du m'ju falenderu edhe ju kisha sugjeru njerëzve të ndryshëm të cilët kanë nevojë, ne të provojmë edhe gjona dimore, sepse nuk i dihet kur shërimi, atëherë në të hulumtojnë, në të binë, në të vizitojnë, nuk është çmimi që nuk mujnë me arrit askush se ma lirë se një kontroll të mjeku i kemi këtë gjana dhe të që i kemi bimore. Gjithçka pa efekt ansore, edhe kemi shumë falenderime, besoj që do t'jenë edhe ata falenderus sikur shumë tjetë që përna. Zotit dash shumë shëndet, që elhamdullat ka dhonë edhe për kundërboshës, që gjatëm të punu, edhe na fe përfundojnë më shpejt se kom prap me punu. Inshallah ku gjatë ju shërben njerëzve, për ndryshe natyrisht që Zoti
në mënyrë indirekte thotë që nuk ka smundje për cilën nuk e ka zbritur ilaçin. Veç mjafton na me kërku, po ndonjëherë ja kthejmë shpinën gjithë këtyre mrekullive që na i ka dhënë Zoti edhe po harrojmë u marr me veten tonë, me shëndetin tonë, dikur po na bëhet vonë. Faleminderit Izasi. Faleminderit edhe juve për vizitën. Të dashur shikues,